ardhshme. Gjeli. It was it. Was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. Nuk e di pjesë e cilit vlog do jese kjo pjesa, nuk e di se ku do e gjej vendin, por do t'ju them përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Po punoj nga shtëpia. Zakonisht hanet martë jam të shtëpia, pasi të më kurtej të brejmë të shkojnë zyrë, se kështu jemi kombinuar me Gerin për pjesën e ohemës. Po pi një çaj, dhe ky çaj finxhani që më ka blerë Geri prej kohësh, që thot It was always you, për një Shën Valentin. Një ide shumë e mirë, sepse më pëlqen shumë. Nejse, por do të flisja sepse nuk kam filmuar, shumë se kohës kam kapur skena, por që t'jem dhe t'kem folur nuk më kara momenti. Tani po flen ohema dhe po bëj këtë pushimin edhe thash që u flas. Uret jeni mirë, u bë shumë kohë, t'ju them drejtën, dhe e urrej faktin që nuk po jam shumë aktive në YouTube, por t'ju them drejtën, është paktën për mua është e vështirë se do fillojnë këtu, sepse ka nga ato që thojnë kjo bën më shumë se ti, kjo ka më shumë fëmijë, kjo bën më shumë se ti, sepse ka edhe nga këto që gjithsesi, këto janë mundësitë e mia dhe bëj brenda mundësive. Nejse, doja t'ju flisja gjithashtu edhe për qerdhen e ohemës, sepse po shkon mashallah, është java e parë që po shkon mirë. Më përpara ka qenë një katastrofë e vërtet. Nuk rrinte më shumë se një orë, dhe ta mendoni që qerdhen e kemi 5 minuta larg. Ka qenë shumë e vështirë për mu edhe Gerin që sepse, kur punoj nga shtëpia, e lej një orë, s'ka probleme marr, edhe i kam dhënë vetes gajret që ta mbaj, sepse është vështirë të punosh me një bebe, se unë puna kërkon të punoj 8 orë. Kam thirrje, kam njerëz, kam mbledhje, kam gjëra që duhen bërë me të vërtet, dhe nuk mundem të rri tërkohës më hemen, por kam bërë që kam bërë, ja kam dalë. Gjithashtu edhe Geri 2 ditë javës ja ka dalë, ka qenë vetëm një ditë e javës ku ka ardhur motra, sepse të dy na është dashur të shkojmë punë në zyrë, fizikisht, dhe ka qenë shumë e vështirë. Çdo ditë, thoja me vete që çdo gjë mund ta kem nën kontroll. Çdo gjë e kam kontroll, e kam fuqinë, mund ta bëj dhe pa problem. Por këtë punën e ohemës, qerdhes, është diçka që nuk është në dorën time. Ne i bëjmë tonën, i themi ohemës që mami do shkosh aty 1 orë, 2 orë, pastaj mami do vi të të marri, duhet i besosh atyre grave, do lozesh me shokët, me fëmijët. Pra mundohemi që t'i themi fjalë sa më pozitive. Edhe nuk është se qanë kur e lejmë, është shumë i lumtur kur e lejmë, sepse i shef fëmijët. Por edukatorët thonin që kur kupton që mami nuk është aty, atëherë mërzitet, bëhet nervoze, nuk rrin, nuk lun tokë, don të rri vetëm në krah, gjë që ndonjëherë është edhe pamundur për edukatorët që e kuptoj, sepse ka edhe beba të tjerë, edhe pse nuk janë shumë, prap. Dhe kështu, nga një orë, derisa fillu me shtum, dhe tani ohema sot ka qëndru 2 orë gjysmë gati 3. Po flen aty, nuk e di se si flen pa mu, mos më pyesni, por ata më thënë që rrinë në dhomë dhe e përkundin, sepse kanë krevata kështu që tunden, e përkundin dhe e zen gjumi shumë shpejt, as 5 apo maksimumi 10 minuta. Ka fillu hanë, sepse nuk hante perimet, nuk i hante. Ka fillu hanë, shumë mirë, biberonin e pin, imagjinoni kam mësu ohema të pi biberon, nuk i besoja kur kësa gjë, kështu që nëse edhe ju mama i keni bebet me gji dhe jeni në një moment që duhet t'ia mësoni biberonin, qoftë me qumësht formul apo me qumësht gjiri, besoni që do ja dilni, thjesht progres. Kemi bërë të njëjtën gjë dhe në shtëpi, Geri ja ka dhënë biberonin, unë nuk i kam futur formul ohemës. Mashallah deri tani jemi mirë nga kjo punë, po pompoj, edhe pse t'ju them drejtën nuk është shumë e lehtë. Nuk është e lehta, ta mendoni që po zgjidhja me shpompimit dhe të dhënit
bebit për të pirë direkt, do zgjidhja këtë të fundit, sepse pompa është shumë e lodhshme, duhet ta lash, tash për lash, ta thash çdo herë, sidomos kur jam edhe në zyrë, duhet dëgjosh herët, të pompoj që ta kesi për në qerdhe, të pompoj që ta kesi për ditën e nesme, do me thënë që të pompoj që të mbaj sasin, por shoqëzotit kam mjaftueshëm qumësht edhe kjo është gjë më kryesore, të tjera do i kalojmë. Edhe ka filluar ka pirë biberon, siç po thoja, nuk është se pin shumë, pin maksimumi që ka pirë mund të jetë 70 ml, sepse ose unë i kam dhënë mëngjes herët, ose unë i kam dhënë mëngjes para se të shkonte, ose në drek ma ka sjell Geri kur unë jam zyrë dhe ka pirë aty, ose kam ardhur te shtëpia dhe kam shku. Ju beton, një herë kam bërë vajtje ardhje shtëpinë me taksi një ditë në drek kur motra po ma mbante, por doja t'ju thoja që nëse ka mama që janë në këtë momentin e vështirë, e di që është shumë e vështirë, po shumë e vështirë, më thashë që është shumë e vështirë, sa herë kam pa fjalën vështirë, por që besojini bebit tuaj, edhe do ja dini. Dhe Ohema nuk do qëndrojë më shumë se 3 apo 3 orë gjysmë në qerdhe, maksimumi deri se 3 orë gjysmë, derisa të bëhet ndoshta 1 vjeç, të shohim. Kështu që forca të gjithë mamave që janë në këtë situatë. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking the Përshëndetje guys. Familja ka dalë me hec sot, është ditë e shtunë. Është pasdite, Ohema nuk deshi të bëmë të gjumin e pasdite, se dhe thamë okay, pse jo mos dalim. Është ditë shumë e bukur, sepse ka pak diell, por normal që është freskët, sepse kanë rënë shumë temperaturat, ka 1-2 ditë, kështu që morëm kafet tona të preferuara që janë ca grek që i bëjnë, që Tomeli, për ato që i bëjnë këtu, është në Shuman, shumë të mira, publicitet falas, por që me vërtet janë shumë të mira, dhe po bëjmë ecje, koha shumë e bukur. Në mëngjes zgjova bëra një banana bread, ja kam lënë recetën, shumë e thjeshtë, shumë e shijshme, shumë e shëndetshme, por një mëngjes pak më kështu ndryshe, se zakonisht e dini ju se çfarë ha. Se zakonisht ha mjedën gjë, të shërën time të preferuar, por sot tash okay, ditë e shtunë. Gjithashtu sot Ohema para dite ka qenë me Gerin futboll. Unë kisha kohë pak edhe u mora me veten time, me ca gjëra me veten time, rregullova ca gjëra në shtëpi. Domethënë, pas shumë kohësh hera parë që e nisa një gjë nga fillimi dhe e mbarova deri në fund, domethënë se rrallë herë ndodh, më ndërpren gjithmonë normal Ohema, sepse do vëmendje dhe është më së normale. Kështu. Uroj që ju po kaloni një ditë sa më të bukur. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed. Një tjetër pazar haul, sepse I keni qef, besoj, shumica. Këtu mundohemi t'ju ham shëndetshëm, kështu që po ju tregoj pak se çfarë mora. Kam marrë një presh për në supë, finokun për në supë. Këto do e bëj Ohemës tani, do I bëj muffins me kungull, pak spinaq dhe vezë. Kemi 2 vezë bio, kam marrë këto se ishin goxha shtrenjtë, por që janë bio, tash okay ti marrë janë sezonit, hurmat.
2 banane, dardha plot sepse I ham shumë, domate të vogla, patate bie që do I fus në supë, edhe kastraveca, ku kam kumbulla, rush, këto do I fus si qoni këto bishtaja, do I fus në supë, dhe pak spinach, me kësa pak sa t'ja fusohema tek muffin sot. Ky ishte pazari I ditës së sotme. Apo dhe një çokoladë të zezë. 73% çokoladë të zezë. Ohema. Si që thash do I bëj ohemës muffins tani, me spinach, kungull dhe vezë. Nuk e di që do shtoj pak tjetë nështë qumë gjiri. Edhe do të tregoj se si do dalin, dhe ndërkohë duhet gatuaj edhe për javën dhe t'i laj dhe t'i pastroj gjitha perimet. Kështu është e diela jonë në kuzhinë. Shikoni pak ohemën. E ka marrë tripodin në dorë edhe shumë bukur. Shumë bukur, një youtuber e ardhshme ohema. I ka bërë tuta të pis këtë mëngjes me fruta, për s'ka gjosejme të shtëpia. Bravo mami, bravo, so strong. Jetën kohë është rromuj këtu, pijamat e ohemës, kam hequr gjitha klifat e divanit sepse dua t'i laj. Do më thonë, sepse I kam larë, do thahen dhe do vendos pastaj. Shikoni, të janë gjitha lodrat e ohemës. Të gjitha janë lodrat e ohemës, kjo është e mamit, po ohemës I pëlqen shumë. Ohema zhuar sot në orën 6 të mëngjesit. Shikoni pak të lodrën e ohemës, që babi ja ka vendos nga mrapsht, se normalisht duhet jese në anën tjetër, por kjo është plus 12 muajsh, normal që e kanë vendosur për e shikoj gjithë kohës ohemës, shikoj gjithë kohën ohemën, jam këtu me të, është të ndihmoj që të ngrihet në këmbë edhe të heci. Ohema po ngrihet në këmbë kudo, kapet këtu të divanit, e mami, kudo që të gjej një mundësi të tavolina atje po shumë rrezik. Kështu që thamë, okay, po ja vendosim këtë, po që duhet të rrim ana, shikoni për kësa cute, ju thash është në anë tjetër, tu kemi lopën, tu kemi, që kemi këtu dhin, delen. Që është kjo, mami? Kjo është pula, gjeli, e kështu është një fermë e vogël, edhe gjitha lodrat e ohemës, që të gjitha I kanë fut këtu, por që duhet blej një më të madh, sepse nuk na I zen, janë shumë. E kështu, ohema, që mendon ti, që të ka vesh mami? Gjitha rrobat I kemi pis, dhe kemi vesh rroba që na kanë ngel të rafti. Duhet të laj mami rroba sot. Po, dhe laj mami rroba? Mirë mëngjesi, sepse nuk ju thash as përshëndetje as asgjë. Nuk I kam përshëndetur shoqet e mami gocat këtu. Nuk I kam përshëndetur. Dhe Ema I tha përshëndetje. Mirë mëngjesi, po pi kafën e mëngjesit, edhe pse ora tani po shkon në 8:30 gati. Jemi zgjuar në orën 6, sepse ohema po I dalin shumë kica. Kishim takim tek doktoresha pardje. Dhe 2 dhamt I kanë dalë të poshtë, një këtu I ka dalë, po I del ky tjetri për pakës, dhe kishte edhe një këtu, më duket që po I dilte edhe një këtu. Apo nuk e di, sepse nuk të let ja prekësh fare. Këtu e di.
Edhe është zgjuar shumë herë natën sot, do të thënë nuk është se donte të pinte ose rrinte zgjuar, po thjesht bënte lëvizte edhe kështu. Edhe është zgjuar në orën 6, edhe më ka gërvishur fytyrë, unë doja të flija pak, Ohema nuk donte të linte, kështu që nejse. Shqyr zotit bim gjumë herat, unë bim gjumë 10:30 maksimumi, edhe zgjohem gati pothuajse çdo ditë, nëse është 6:30, sepse ndonjëherë ushtrohem, ose edhe kur shkoj në zyrë, zgjohem goxha herët në mënyrë që se keni parasysh nuk është vetëm kur kam qenë pa fëmijë, si kam të flokët kështu sikur jam zgju, kur kam qenë pa fëmijë zgjohesha herët, do të thënë zgjohesha vetëm për vete, që të bësh atë gati tikja, ndërsa tani zgjohem herët për veten, për Ohemën. Duhet të pompoj, të laj pompën, të thaj pompën, të fus pompën te çanta. Jo më këtë, se prishet kjo pastaj. Të fus pompën te çanta, të fus ushqimet, do më qu, okej. Të paketoj gjërat për në qerdhe për Ohemën. Ha, mami? Edhe kështu, do me thënë merr pak kohë, por që nejse, pjesa qerdhes nuk ju kam folur, ka një javë pak që Ohema po bën shumë mirë në qerdhe, ka qëndru 3-4 orë, deri tani 4 herë në javë, të premteve nuk e çojmë, sepse babi Geri ka marrë pushim për Ohemën, që të shtëpia me vajzën. Kështu që po, nuk deri tani, paktën deri si të bëje 1 vjeç, nuk do ta lëm më shumë se në orën 12. Kështu jemi rregullu, Geri, unë 2 ditë punoj nga shtëpia, edhe pse punoj nga shtëpia e çoj në qerdhe 2-3 orë në mënyrë që unë të mbaroj sa më shumë punë, sepse të punosh me një bebe është pak e vështirë, t'ju them drejtën. E vështirë. Nuk është e vështirë, por që duhet fokus, sepse puna kërkon punën, kështu që është mëse normale. Kështu që unë 2 ditë jam në shtëpi, 1 ditë Geri ka marrë pushim komplet, të mërkurën Geri punon gjysmë dite, kështu që i bie vetëm 1 ditë në javë që na e mban motra. Deri tani na e ka mbajt motra pas diteve, domethënë pas qerdhe, se merrte qerdhja dhe e mban. Update po ju bëj për Ohemën, domethënë, nëse jeni në situatë të tillë, dijeni se vjen një moment që doja dini, për sa i përket ushqimit, dhe biberonit, Ohema e merr biberonin kur ajo don. Me babin e vet, ka pas raste që ka marrë 70 ml, 100 ml, për shembull, gjithmonë me qumshtin tim. Në qerdhe pak më pak, 40, por që jemi me një progres, sepse më përpara nuk e fuste fare në gojë, dhe çfarë i kanë pëlqyer biberon ka qenë i twist shake, por më tepër ai i mam. Kështu që biberoni mam i ka pëlqyer shumë. Dhe po, ndërsa ushqimin në qerdhe paradite han perimet aty, pasdite të shtëpia i japin frutat, dhe në darkë më tha pediatra ta shtoj, nga që nuk pin shumë ditën, kur nuk jam këtu, sepse nuk u pin shumë biberonin, më tha t'i shtoj drithëra. Kemi Ohemën këtu. Kështu që më tha t'i shtoj drithëra, më tha në darkë e pi drithëra, drithëra të ndryshme me qumshtin e gjirit. Kështu që këto kemi bërë këto ditët e fundit. Edhe ne kështu po bëjmë, po japim drithëra në darkë, ka 2 ditë. Tani do mundom ta vej në gjumë, sepse është zgjuar që në orën 6 edhe nuk e di nëse ta çojmë qerdhe, kështu që të shohim nëse ze gjumi. Kështu që ju urojmë një ditë sa më të mbarë.